Rikthehemi dashur miq në She's on Top Club, këtu në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Rikthehemi këtu në fakt me Gjonildën që po e presim të lidhemi pas pak me të. Përshëndetje Gjonilda, si je? Si jeni? Mirë dita, mirë faleminderit. Jemi këtu në fakt dhe më opinionisten ton Idën dhe gjithashtu dhe me gocat. Atëherë Gjonilda, ti je në fakt një nga emrat më të komentuar të ditëve të fundit pa diskutim. Dhe faleminderit që je këtu me ne. Je kthyer një nga vajzat më virale në fakt të momentit dhe si ndihesh me gjithë të vëmendjen që ti je duke marrë? Fakt ndjehem pak në siklet, në të thonë drejtën, nuk jam su me kënë shumë qenër dhe manjes, ka shumë. Nuk ka qenë në fakt viraliteti diçka që ti e ke dashur, ta marrësh dhe ta kesh dhe ta mbikëqyrësh të mësimi. Jo, në fakt unë kam dashur me kenë sa më mirë në ëndrën teme për modele, jam me kënë shumë virale, por gjithsesi unë i falenderoj. Gjithmonë bazohem vetëm në çfarë ti ke shprehur aty brenda me ne te She's on Top, edhe me çfarë ti ke thënë, ka qenë që pjesa e të qenit virale është një diçka je shprehur sepse ti je duke u bërë virale. Kështu që pra, u duk që i kishte pëlqyer që ishte më viralja. Vazhdon ta pëlqej. Kush nuk qenë me kenë një fije në qenër dhe manje, se me kenë pak... Pse mendon në fakt që je bërë virale? A ka qenë diçka që publikun e ka tërhequr pak më shumë te ti, që ke marrë vëmendjen që ti ke marrë? Po i se... është nga që jam që më thjeshta, dina dhe i menaj gjonat direkt... Mendon që ti si është arsyeja pse ti po bëhesh virale në rrjet? Po? Gjonilda, të pëlqen ky lloj viraliteti që ke marrur në rrjet? Pak deri diku më pëlqen, deri diku ja, se shikoj shumë edhe komente negative, por nuk ka problem se pas fal mendoj se njerëzit më vëllëndë. Ti këtë javë në fakt ke pasur ndërfimin e historisë tënde, edhe doja të dija pak më shumë se si e ndjer pas transmetimit të rrëfimit tënd. Më thonë drejtën, e kam unë shumë, kisha shumë ngarkesë emocionale, por Miko, adin në ditë vazhdimiko, kisha shumë ngarkesë. Duke u ndjerë më mirë. Rikthehemi në fakt edhe një historia, më falni, kam pyetje tek historia personale se nuk e kam kuptuar. Tani në momentin që ishe veshur me vello, pati një moment që qave. The që është hera e parë që vesh vello, si do ndihet vllai, si ndihem unë. Ti në historinë që ke treguar, në historinë personale, kishe një datë martese të caktuar dhe kjo të riktheu emocionet, velloja? Me të thënë drejtën dot nuk kisha, por e kisha, si me thonë, për zgjallën fustoni. Dhe të më thonë, në gjonat mirë, që më desh me vesh këtu në She's on Top. Po, pse e kishe përzgjedh fustanin ndërkohë që nuk kishe një datë të caktuar? Apo kishe plane? Kishim plana, dhe ndoshta doshim ja bëllë surprizë familjarëve, a kuptan shoqërimit. Surprizë dasmën? Po, ishte i të shku drejtën qatë surprizë. Një pyetje jam kurioze, sa kishe me djalin? Nuk kam pas shumë vite, as shumë muj, po kam pas një periull ku ka kenë sa do e bukur, ku ka kenë edhe shumë e keqe. Do me thëmë, për shumë pak kohë ti vendose që të provosh një fustan nusërije dhe ke menduar edhe të bësh dasëm.
Po, kam menu se çdo vajzë normale me kriju familjen e vet, kur është në një marrëdhënie familjare. Do me thonë ke provuar me kokën tënde, jo se ke pasur edhe nga pala tjetër aprovim për martesë. Thjesht ke qenë kurioze ta shohësh veten me vello. Jo, edhe nga pala tjetër, atë jo ndaxhona se nuk thuan Po ke thënë gjëra më të rënda, këto janë gjëra të lehta për të thënë. A ke pasur në fakt reagim nga çuni në fjalë mbas deklaratës, mbas rrëfimit, le të themi më mirë që ti ke dhënë në She's on Top? E kam pas një reagim, por është në për komentet negative atë mama. Jo, ne në fakt do të keshim patjetër dhe te komplet komentet dhe reagimet që ti ke marrë nga publiku, por duke u ndalur pak më shumë këtu te çfarë është thënë, çfarë komentesh ke marrë. Ndërkohë vajzat po qeshin dhe se kuptoj pse po qeshin. Tek ish partneri referohem. Janë xheloze për ty. History fan. Po, Gjonilda, na dëgjoj Gjonilda na, po. Po, patjetër. Gjonilda po flet Giselda. Cila nga vajzat është më xheloze? Doja të bëja edhe unë një pyetje edhe pse s'më takon të bëj pyetje këtu ku jam, po i fut të gjitha për pjesën e xhelozisë apo disa? Një farë mënyre nuk është si thos gjitha, po shkurt o Gjonilda, shkurt, mos na merr me të mirat, gjitha apo disa? Unë jam të thonë mendimin tem, a jam të thonë, unë nuk mendoj se jeni tona xheloze, por ka edhe ju jeni xheloze. Po mirë, për të rikthyer përsëri te komenti që ti ke marrë dhe që sapo na shprehe nga djali në fjalë që ka qenë patjetër në të shkuarën tënde, por që të ka risjell kujtime me veshjen e fustanit dhe me datën që me çfarë kemi kuptuar ka qenë disi e menduar, ndoshta jo e caktuar, por që është folur. Rikthehemi te çfarë ke dëgjuar nga ai. Gjithkush dhe me mbrojt vedin e vet atë në një farë mënyre, por a ka qenë kundër reagim i çfarë ti ke shprehur aty brenda? Kanë edhe nga që ka ngaluar edhe shumë vite, kanë edhe reagime të ndryshme. Po, unë jam një tip se nuk i marrë shumë gjanat parasysh, edhe unë vazhdoj nga se unë kam një qëllim, unë du me që qëllimin të mdërë. Ti në fakt edhe je shprehur që je vajza më seksi edhe më bukur. A vazhdon ta mendosh këtë, apo ka thënë thjesht diçka që ti e ke thënë në ato momente sa për ta kapur edhe... Unë mendoj se jam një ashtu sepse... Unë jam e gjatë, e bukur. Po, çfarë të karakterizon ty për ta thënë kështu me fjalë tjera? Më karakterizon shumë edhe karakteri. Jam humoristike. Humoristike, okej. Po, edhe thjeshtësia, kupton, jam shumë edhe drejt. Po thua që të përmbledhin gjitha nga pak. Po, dhe unë mendoj që Gjonilda është seksi dhe është shumë e bukur në atë që përfaqëson. Unë dua të di në fakt familja jote si e priti rrëfimin që bëre ti. Çfarë të tha? Unë s'kam dorë të më shku në shtëpi hiç një natë. Pse mi të nxorën jashtë? Po, e kanë priti fija, adin kur bëhen gjanat pak publike, adin historia, gjithmonë se çdo familje kanë qef në mojtë, gjanat pak ma private, ma sekrete, por... A ka pasur të bëj me rrëfimin tënd personal, apo më shumë me çfarë ti je shprehur për familjen tënde? Sepse je shprehur në tërësi për ngjarjet e jetës tënde patjetër dhe po ndalem te reagimi i familjes, a ka qenë për çfarë ti je shprehur lidhje me familjen tënde apo në tërësi që ti ke shprehur eksperiencën tënde të jetës deri më tani? Nga që kam shpreh edhe historinë, sa ka shumë histori i fjet
tam shumë e vështirë për mua, por edhe në tërësia din me gjithkush për gjanat e tuja. Tani, kemi pas edhe komentin e Nikos. Niko shpreu, domethënë, pa besueshmëri tek historia që tregove ti. Pse mendon se erdhi? Se edhe un kam ca gjëra që nuk i besoj, nuk më lidhen në fakt si Niko. Po dhe unë do doja në fakt për dia mendimin tënd. Po Nikos, pse i erdhi kjo gjë? Po, unë menaj se një person kurse përjeton vetë çat tillë edhe mund ketë edhe dëshima ose pikpyetje në vetën e vet. Por njerëzit e përjetojnë, e provojnë, e ndjejnë se çfarë është kjo gjë. E di pse jam edhe unë e të njëjtit mendim me Nikon, sepse ka qenë një marrëdhënie për një periudhë shumë të shkurtër, dhe në një periudhë të shkurtër supozohet që të jetë ai mjalti, dhe supozohet që marrëdhënia të shijohet, dhe ti nuk mund të futesh në marrëdhënie me një mashkull që ti e di që në fillim që ka agresivitet, ka gjasa për të qenë agresiv, ka gjasa për të dhunuar si fizikisht, si psikologjikisht, dhe më duket e çuditshme që ti ke hyrë në një marrëdhënie të tillë. Okej, unë duhet ta bëj pyetje ty. Patjetër. Ti ke njëherë marrëzisht e dëshmuar me një person? Unë dashuroj gjithmonë. Këtë e dashurojmë gjithmonë. Po, shumë marrëzisht. Nuk ma marrmania se ke kanë për arsye se jo kam qenë, por në asnjë mënyrë nuk do lejoja që një mashkull, pavarësisht se sa mund ta doja unë, të ushtronte dhunë fizike apo psikologjike mbi mua. Nuk do ta lejoja në asnjë moment, sepse dashuria fillon ke vetja. Nëse ti nuk e do veten, nuk mund të presësh që të doj dikush tjetër. Duhet kesh respekt për veten që të respektojnë dhe të tjerët. Po pikërisht, moment unë një kohë unë nuk e kam vu vetin tem para, po kam vu atë para vetit tem. Dashuria nuk e justifikon dhunën. Ne në fakt mendoj që është një temë me shumë rëndësi, një temë që ne me siguri kemi për ta zhvilluar shumë kur Gjonilda të jetë këtu me ne në studio. Përshëndesim Gjonildën nga telefoni patjetër, ju urojmë ditë mbar dhe ne të dashur miq do shkojmë në një shkëputje të vogël publicitare dhe do rikthehemi sërish këtu në 100 FM dhe në kanalin 10. Shihemi pas pak.